Faleminderit. Tani, tjetër një personazh tjetër, që nuk është në politik, po i familjes tënde që ke shumë të afërt, është Ermonela Jao. Është motra e bashortit tuaj, e cila është diva e muzikës klasike botërore, diva botërore e muzikës klasike, dhe që s'ka nevojë ta prezantoj. Unë dua të di çfarë të tha Ermonela kur mësoi që ti u fute në politikë. Si që tha dhe ju, Ermonela Jao është motra e bashortit tim, por është si motra ime. Ne komunikojmë shpesh, këto kohë ka marrë shumë telefonata, shumë mesazhe nga ajo, më inkurajon, sepse është një fushë e re për mua, dhe më thot në për mesazhe, të citoj disa, ji vetvetja, mirësia dhe integriteti yt janë kartë vizita jote, ji Enriketa. Kështu nuk të tha ndonjëherë Ermonela që ç'deshje që u fut në politikë, se në Shqipëri politika nuk të tha, a? Ja, absolutisht. Ajo është luftarake, ajo i ka arritur ato suksese me luftë, jo me kështu, me sweet harmoni, i ka arritur me luftë. Kur do fillosh fushatën, se ti e ke filluar në fakt, je në Çorovod. Kontaktet e para, si të pritën aty në Çorovod? Tani si kandidate? Unë kam takuar kryetarin e bashkisë, Zotin Adriatik Mema, kam takuar plot njerëz, kam takuar dhe shokët e Timeti, shokët e vllait tim. Banorë të ndryshëm, domethënë. Po, banorë të ndryshëm. Çfarë kanë thënë Enriketa? Më inkurajojnë, ke bërë mirë. Dhe më se po flas shumë, më premtojnë që do votojnë për Partinë Socialiste. Jo, ai perceptimi yt, zonja Jao, si ishte që kur shkove në Çorovod si kandidate për të parë, se gjithmonë ke shkuar si vajza e qytetit, si doktoresh, okay, po vajza e qytetit, erdhi Keti thoshin, tani erdhi kandidatja. Akoma nuk kanë filluar tamam këto, por besoj unë jam e njëjta. Nuk do ndryshoj. Jo, e kisha fjalën të perceptimit, e ajo që si e kanë pritur aty. Vajza e tyre. Tani vim te familja e vogël. Bashorti juaj Fatos Jao, që unë e kam mik të vjetër, jam rritur me të, është i doktor i nderuar në Spitalin Ushtarak, se ju jeni çift doktorësh aty te Spitali i Traumës. Tani Tosi çfarë të tha, bëre mirë, futu, mos u fut, ç'na ngatron kot o grua, nuk tha njëherë kështu, ç'na fut në politikë o grua, tani jemi mirë kështu mjek. Të them të drejtën, ai ishte kryesori që të mbështeti? Po marr këtë rrugë. Po. Si gjithmonë ka qenë mbështetësi im. Gjithmonë gjatë viteve të jetës, edhe tani do më mbështesi. Është shoku im, krau im. Ju keni 2 fëmijë të mrekullueshëm, një vajzë që po arrin suksese në skenat botërore si pianiste dhe një djalë që edhe pse është i vogël ka një karrierë që merret me sportin, se bashorti yt Tosi është marrë dhe ai vetëm me sport. Ka luajtur voleboll, edhe basketboll, por sidomos voleboll Tosi. Tani vajza dhe djali çfarë tha? Tani, fëmijët e mi janë 2 fëmijë të mrekullueshëm, ata po ndjekin ëndrat e tyre, dëshirat e tyre, siç e thatë, vajza është pianiste, djali është maturant, vazhdon dhe basketbollin, janë mjaftueshëm të rritur që të jenë mbështetja ime, dhe me të vërtet më kanë dhënë mbështetje. Se këto fillimet janë një çik jo intervista, jo si duhet flasësh, Paula, vajza është mësuar me intervista, ji vetvetja dhe ajo më thot, mundohu t'jesh sa, nuk më thënë më jep këshilla dhe ajo, është si mësuese dhe ajo për mua. Po normal. Po në Spitalin Ushtarak, se tani ti do lësh bluzën e bardhë atje, të vjen keq, zonja Jao? Tani profesioni im është një profesion që po e le. Të lë. Të lë. E ka thënë angazhimet e mia profesionale
sa të ke mundësi, do t'i vazhdoj. A do t'i vazhdoni? Sa të ke, do më thënë, po të më jepet mundësia, do t'i vazhdoj. Megjithatë, po çfarë të thanë aty në Spitali Ushtarak, se ju jeni mjeke shumë i njohur, anëmatore, anesteziste në Spitalin e Traumës. Të thanë aty ç'na bëre moj Keti, si do ikësh moj? Të tha ndonjë koleg aty? Po, unë kam shumë kolegë të mirë, të mitë, sidomos e përmend shefja ime e reanimacionit që unë e kam shoqe dhe motër. Kush është ajo? Regjina Sturçe. Po? Ajo tha që më bëre që ike, megjithatë ju bëj qefi, domethënë, që po marr dhe këtë rrugtim, sepse duke çuar zërin tim në parlament, çoj dhe zërin e tyre. Ka marrë shumë urime me mesazhe në celular, në Instagram, në Facebook. Ju është bërë qefi shumë. Po ti thua, do përfaqësos dhe ata, ke ndonjë qëllim vet tani për tani se okej, do flasim për skraparin pak më vonë, po për mjekësinë, për bluzat e bardha, si duket ty, si është mjekësia sot? Tani që janë bërë arritje në fushën e mjekësisë, janë bërë. Sepse unë punoj për ditë, shikoj spitalet, është rritur fuqia diagnostikuese me aparatura dhe pajisje. Po? Mos të flasim për hotelerin, ka vend për të dëshiruar, por ka, do të thënë, mjekësia shqiptare ka arritje në këtë kohë. Do bëj, do çoj zërin tim, do bëj të pamundurën për të përfaqësuar sa më mirë bluzat e bardha. Nga gjithë karriera juaj në mjekësi, ju keni në një moment të veçantë që doni ta ndani me publikun që krenojni, që keni si arritjen tuaj më të madhe? Unë jam anesteziste dhe jetën e kam lidhur me sallën e operacionit. Nuk ka gëzim më të madh kur futesh në sallë, operon një fëmijë dhe më pas takon prindrit që janë të tensionuar si shkoi operacioni, si vajti, se operacioni është diçka që ka të papriturat e veta. Dhe kur del dhe i thuaj që fëmia jot doli, domethënë operacioni shkoi me sukses, fëmia yt u zgjua, është shumë mirë dhe shikon gëzimin në sytë e tyre, s'ka gjë më të mrekullueshme. Tjetër gjë, ka pasur raste që anestezia është një deg aq e bukur, por dhe aq e vështirë. Është, si të thuash, punë sekondi që ndan jetën nga vdekja. Kemi pasur raste të vështira që pacienti ka bërë dhe arrest kardiak, e kemi kthyer dhe kur kthehet, domethënë, nga vdekja dhe kur e shikon që pas një jave, 2 javësh del nga spitali, në jetë i gjallë, s'ka gëzim dhe s'ka lumturi më të madhe. Tani, doktora Ilia Lushani thoshte që unë pacientët i kisha gjithë njësoj, po kur një pacient ishte nga skrapari, e kisha qik më shumë. Tani ti në vazhdimin e doktora Iliut ke funksionuar? Është empatia, nuk e di, është empatia. Domethënë, sa marr vesh që dikush është nga skrapari, edhe bile filloj dhe bisedën, po nga je, po si je, po unë jam vetë bi nga skrapari, po e një filani, mos ki merak. Është empatia që ke për zonën tënde, për vendlindjen tënde, për njerëzit e tu të dashur. Doktor Keti, tani ata që na ndjekin do thonë, ja, 2 skrapalinj aty e bën grupin, do thonë. Vi tani te skrapari, se okej me skrapalin Spitalin Ushtarak. Zonja Jao, çfarë mendon ti që mund t'i bësh asaj zone? Se që ka disa probleme tani ne duhet i themi hapur. Ajo kryesorja e kryesorëve është ajo rruga. Sigurisht që ti tani nuk do
futesh do bësh deputete dhe direkt do bësh rrugull, se ti je re, je rishtare, por unë do doja që a ka në informacionet e tua, ka një projekt, a ka diçka qeveria dhe kjo majorancë nëse fiton mandatin e 4 për atë rrugën e famshme që u bë, domethënë, histori legjend? Tani, Skrapari është një zonë me natyrë të pasur dhe të veçantë. Ka vend për zhvillimin e turizmit malor dhe forma të tjera të alternativ të turizmit. Janë këto produktet bio, blektorale, kemi kanionet sa për... Bravo, kanionet, malin e Tomorit, ka tradit të çmuar në kulturë, demirin e Gjerpsit, në artizanat, në kulinari e të tjera. Po, domethënë, këto ja vlen domethënë që të jetosh, të kthehesh në Skrapar dhe të marrësh më të mirat për vendin tënd. Por mendoj domethënë që për të shijuar këto të mira duhet të përmirësohen mundësitë e komunikimit. Në mundësitë e komunikimit unë kam parasysh rrugat. Rrugat janë arterjet lëvizjeve dhe lëvizja për mua është zhvillim, është mirëqenie. Dëshiroj ose është e domosdoshme që të bëhet Skrapari mos të mbetet si xhep, por të bëhet lidhja me Korçën, me Përmetin dhe dëshiroj që të realizohet rruga në qoftë se ti e realizon këtë, zënja Jao, do pinë dollinë në Skrapar me godë ujë do ta pinë dollinë për ty. Fjala më zhdon. Të zhdon fjala? Atëherë ti po jep një si arish, në qoftë se të zhdon fjala që ajo rrugë do bëhet, Berat Çorovod dhe Çorovod Përmet, besoj, domethënë në 2026, si është shpremtuar, do bëhet rruga Berat, Skrapar, Vidhkuq. Berat, Skrapar, Vidhkuq. Skrapar, Vidhkuq. Do këtej nga pjesa, do kalohet nga pjesa e Gjerpsit? Besoj. Kështu i bie. Po kjo është një lajm i azakonshëm, atëre unë po të isha në Çorovod banor, se kemi ikur tani, kemi lënë Çorovodën, unë nuk e teproj të them që do votoja për ty nëse ishte ky premtimi. Faleminderit, por do mundohem që ti mbaj premtimet. Okej, a ke një mesazh, zënja Jao, për gjithë votuesit e tu, elektoratin tënd, se okej, ti je në qarkun e Beratit, po specifikisht je identifikuar me Skraparin. Megjithëse Skrapar lindja të shpërndarë në qarkun e Beratit, dhe ka dhe në Berat, ka dhe në Kuçov, nuk është vetëm Skrapari me Skrapalin. Keni mesazh të veçantë? Mesazhi im është votoni për Partinë Socialiste, sepse vetëm në qeverisjen e Partisë Socialiste do të realizohet qëllimi kryesor, futja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe thuaj që të votojnë dhe ty, se ti e ke vendin e sigurt, po gjithsesi aty do shikosh se sa mbështetje ke. Patjetër, unë kur kërkoj votën për Partinë Socialiste, kërkoj votën dhe për mua. Tani, atyre, okej, se harrova një gjë te familja jote në Çorovod. Si të pritën vllai, nëna, si të pritën? Prindrit më kanë të dy, i kam humbur. Se babi unë di përpara 2 vjetësh mos gaboj? Po, përpara 2 vjetësh, mami më përpara. Më përpara, 4 vitesh. Para 4 vitesh. E kam humbur nënën. Atëherë po të pyes se si të priti vllai, Fredi, i famshëm. Mirë. Është gëzuar. Mirë. Unë kur kam ardhur se sa herë vi në Çorovod, unë shkoj te prindrit në fillim dhe marr bekimin e tyre, pavarësisht se atje nuk edhe di shumë mirë që e kanë bekimin e të dy prindërve. Këtë e the nga të gjitha fjalit që ke folur në këtë intervistë, zonja Jao, kjo që je bekuar nga prindrit është gjë më e bukur që ke thënë në të gjithë këtë. Dhe unë nuk do të pyes më, po e lë
atë si sherbetin e baklavas në skrapar dhe kaq, domethënë ti ke marrë bekimin e prindërve, them që mjafton kjo. Faleminderit. Zonja Ja, unë të falenderoj në këtë intervistën tënde të parë, se ajo me kryeministin nuk quhet intervistë, ajo quhet aty, është mbledhje partisë ajo. Intervistë është kjo. Kjo është intervistë e parë. Unë të uroj suksese. Faleminderit. Jam i bindur që ti do bësh atë që ke ti mundësi të bësh për skraparin dhe jam i bindur që ajo zona aty do krenohet me atë që ti do t'i japësh sepse e përfaqëson më së miri atë zonë. Faleminderit shumë Landi. Faleminderit dhe për fjalët e ngrohta që ke thënë. Mirupafshim dhe suksese. Faleminderit, mirupafshim.